Atëherë mirë dita dhe mirë se keni ardhur në këtë ubim përmbyllës të fushatës parasgjedhore të Partisë për Veprim Demokratik për zgjedhjet e 24 prillit 2016. PVD është partia më e madhe në Lugin, e cila i bashkon shqiptarët të trija komunave, Preshevën, Bujanovcin dhe Medvegjën, fitore për PVD-n. Të dashur pjesëmarrës të këtij ubimi, siç e tham se PVD është parti rajonale, jo vetëm lokale, ajo ka mbrojtë dhe mbron intereset e gjithë shqiptarëve, dhe duke qenë e tillë për t'i nderuar dhe përkujtuar dëshmorët e kombit, të rënd për lirinë e shtrejtë dhe të gjithë kontribuesit e PVD-s që nuk jetojnë më, ju ftoj me 1 minutë heshtje. Lavdi. Tani më lejoni që në mënyrë kronologjike të paraqes ecuninë e kësaj fushate që PVD nisi mbar dhe si duket dhe me siguri se do ta përfundojmë mbar dhe me fitore bindse. PVD fushatën e saj e filloi në bashkësinë lokale të Raincës, ku një përkrahje dhe një mbështetje e tillë aq e madhe nga ana e banorëve të fshatit Raincë nuk ishte parë ndonjëherë më parë. Ky që edhe motivi kryesor që PVD filloi fuqishëm në Raincë dhe me të njëjtin ritëm e vazhdoi edhe në vendbanimet e tjera, por edhe më fort, po e përmbyll sot me ju këtë fushat e me siguri të dilën me 24 do ta festoj bashkë me ju fitoren e merituar. E për të na nderuar ubimin dhe për shpreh mirënjohjen për këtë fushat dinjitoze të cilën PVD dhe antarësia e saj e tregoi, e ftoi nën kryetarin e partisë, kryetarin e degës së PVD-s në Bujanovc, deputetin popullor, bartësin e listës dhe kandidatin për kryetar të komunës së Bujanovcit, zotni Shaib Kamberi. Kur erdha, sot më thanë se kushtet atmosferike nuk janë aq sa të mira, se ka një erë të fortë. Por kjo është një sinjal i fortë për Preshevën. Era e ndryshimeve po vjen Preshevë. Era e ndryshimeve të cilat duhet të flakin tutje pushtetet dhe qeverisjet të cilat nuk mendojnë për të popullar, të cilat e solën Preshevën në nivel të një bashkie lokale, të cilat pushtetet të cilat Preshevës ja dhyen dignitetin, pushtetet të cilat përveç pasurimit dhe banesave për Kosovë nuk kanë menduar për të popullar. Në këto zgjedhje, të cilat duhet janë një lloj referendumi për mbar luginën e Preshevës. Në Preshevë duhet të përkrahet lista votës. Në Bujanovc duhet të përkrahet lista votës. Në zgjedhjet parlamentare duhet të përkrahet lista jonë, sepse jemi i vetmi ekip që kanë shqiptarët e luginës Preshevës që është i gatshëm të luajë edhe në Champions League. Me 24 të mujit 4 të përkrahet lista PVD-s në nivel lokal në Preshevë dhe të përkrahet lista me numrin 18 për kandidatin tonë për deputet. Ju falenderoj.
jashtëm. E ftojmë parin e listës për zgjedhjet parlamentare, zotëni Fatmira Sani, profesor i kimisë dhe njëri nga themeluesit e PVD-s në Bujanovac. Përfaqësimi i shqiptarëve në Parlamentin Republikan mundson mbrojtjen tonë, mundson paraqitjen direkte të kërkesave të shqiptarëve, mundson avancimin e pozitës së shqiptarëve. Prezenca e deputetit shqiptar krijon stabilitet dhe siguri në Lublin, krijon kushte më të mira për zhvillim ekonomik, krijon kushte për arsim më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe përgjithësi jetë më të mirë. Ne me përfaqësues tonë në Parlamentin Republikan nuk do të lejojmë që jo shqiptarët të flasin për neve, që të jipen drejtësime jo të favorshme për shqiptarët dhe të na nënçmojnë ata. Ne do të ngrisim statusin e Lëvizjes, ne do të mbrojmë dhe do të avancojmë për drejtat e shqiptarëve dhe zëri shqiptarëve të Lëvizjes do të ndëgjohet në tërë Evropën dhe më gjërë. Ne të gjithë duhet të luftojmë që të drejtat tona me 24 prill ta votojmë numrin 18 dhe numrin 1 për Preshevën. Urime, gjithë Lugina PVD. Dërsa në vazhdim, rondën e kanë që përpara jush të paraqiten me nga një mesazh të shkurt kandidatët e listës së PVD-s. I ftojmë kandidatët që ka ofruar pranimit. Ftojmë kandidatin e parë Shëmir Veliu nga Administrata Publike. Përshëndetje vendasë të mi. Shkurt, nga këtë fotore, ju kisha lutë, ta shpëtojmë rinin. Rinin ta shpëtojmë duke rrethuar numri 1. Unë pasi vi nga fusha e arsimit, dëshiroj që të kemi një mësim cilësor në për shkollat tona. Unë ju kisha lutë që më në 24 prill të rrethoni numri 1 për ardhmërinë e fëmijëve tanë. Ne jemi më të mirët, rrethoni numrin 1. Kur nuk është vonë për të ndihmuar popullin tënd. Atëherë ju thash me 24 prill, votoni numër 1. Shpëtoni vetën tuaj, ardhmërinë e fëmijëve tuaj, shpëtoni dignitetin e Preshevës duke rrethuar numrin 1 për zgjedhje komunale. Gjithashtu rrethoni numrin 18 për zgjedhjet parlamentare. Rrethoni për shqiptarët. Me ne një qofsje ndryshë ndaj teksteve mësimore. Stop trafikimin dhe ndalesave nëpër terminale, po me tekste në vonta dhe çonta të nxënësve. PVD ka programin më të mirë për zhvillimin ekonomik dhe për rritjen e punësimit. Nëse doni të shpëtoni fëmijët tanë, atëherë rrethoni numrin 1 dhe numrin 18. Kam një citat nga një tekst, një porosi për 24 prill. Pretre Shako dje nga tha, nëse të dielën të zezën prej të bardhës nuk din me nda, të nesërën as shiu nuk ka me nga. Voto njëshin, voto numër 18. Ju ftoj dhe ju them mos keni frikë nga PDSH-ja, se PDSH-ja i ka rrënjët e shkullura. Nuk kam pikë dyshimi se 24 prilli do të jetë fitoria e Partisë për Veprim Demokratik. Votoni PVD sepse ne jemi shpëtimi. PVD! Orë shkurt, bac, ugri. Votoni PVD. Fitoria e PVD-s është fitoria juaj. Andaj
ju thonë që me 24 prill, votoni numrin 1. Pasi që vjen nga fusha e shëndetësisë, mundi të them se shëndeti juaj obligimi ynë. Ju jeni më të mirët. Sot të pimë që kishim deri tash, edhe ki sot dëshmon se ne jemi më të mirët dhe ne jemi shpëtimi. Sot Partia për Veprim Demokratik ka një ligj që nuk e kishte asnjëherë më parë. Dhe jemi të bindur se jemi të betuar për të zhvilluar ekonominë tonë. Andaj ju lus që të na ndihmoni edhe ju ne që ta bëjmë ndryshimin. Këtë javë po e përmbyllëm me këtë tubim madhështor që prej javës tjetër do t'i hapim një kapitull të ri Preshevës, duke rrethuar numrin 1 për zgjedhje lokale dhe atë 18 për parlamentar. Do të sigurojmë kushte për teatrin kombëtar, muzeon etnografik, si dhe një shkollë të ujë të arteve. Jemi ndryshimi, jemi fitoria, rretoni numrin 1. Ju ftoj se me datën 24 të dini ta votoni numrin 1 për zgjedhjet lokale dhe numrin 18 për zgjedhjet parlamentare, sepse ne jemi të parët, ne jemi më të mirë dhe ne jemi shpëtimi. Ne besojmë sepse jemi të vendosur, vazhdojmë të vendosur dhe së bashku me ju të vendosim që pas 24 prillit të triumfojë partia më e madhe Lugin, Partia për Veprim Demokratik. Pasi që vi nga sfera e mediave dhe jam punëtor në një medium të cilin e themeloi PVD, por e shkatruan këta dhe tani më është vetëm se i mbyllur. Ju ftoj kolegë të nderuar këshilltar, sidomos edhe juve zoti kryetar, kemi mjaft për të shpëtuar, t'i shpëtojmë edhe media. Ju përndoj angazhim më të madh në sidomos në lëminë e shëndetësisë. Ju premtoj që do të kemi shëndetësi të shëndosh, nuk do të kemi korupcion, kesh menaxhim, nepotizëm, po ju premtoj që do të jemi më të mirë, stabil që sigurisht jemi më të mirë. Po kështu, i ulus edhe të tjerën të darni në mënyrë masovike se vetëm duke rrethuar numri 1 për zgjedhje lokale dhe numri 18 për zgjedhje parlamentare, ne do të eliminojmë diskriminimin nëpër shkolla dhe do të zëvendësojmë atë me frymë moderne pashore. Për zhvillim ekonomik, për hapjen e vendeve të punës, për një mësim modern, ju ftoj që me 24 prill të dini të votoni në zgjedhjet lokale numrin 1, kurse numrin 18 për zgjedhjet parlamentare. Jemi shpëtimi për shqiptarët. Me 24 prill të dalmi të votojmë, të shpëtojmë njerit, me 24 prill të shpëtojmë, të parandalojmë të gjitha. Urime, suksese! Me votën e qytetarëve u bën milioner, pa mendue kur më për ta. Prandaj me 24 prill, votoni numrin 1 dhe numrin 18, se duke votuar do t'i dënoni këtë qeverisje të keqe. Pas 24 prillit, Presheva do të ringjallet. Historia është histori e shansëve. 24 prilli është shansë historik për ne. 24 prilli është data, e diel është dita, 18 janë numrat, PVD shpresa, guzimi, shpëtimi këtij vendi. Dua të theksoj se ne jemi shpëtimi dhe të dilëm ju thras që në 24 prill të votoni numrin 1 për zgjedhjet lokale, gjithashtu numrin 18 për zgjedhjet parlamentare, për shqiptarët. Të nderuar, ju ftoj që me 24 prill t'i themi po Partisë për Veprim Demokratik, ku së bashku me ju ta dëshmojmë se meritojmë të jemi të parët, duke rrethuar numrin 1 dhe numrin 18 për zgjedhje parlamentare. Me datën 24, dini dhe të votoni numrin 1, votoni për më të mirë. Ja ka që një zgjedh vetë. Kur më tha komandant studenti, kujtoj kohën e ilegalitetit, grupit cilin punojshim për të themelu dhe për të organizu një ushtri qeveritare me të cilën bëm luftë dhe rezistencë kundër një regjimi tegër si që ishte regjimi Miloševićit. Kështu që në atë kohë
hiç ma shumë se 20 vjet nuk I kam pas. Andaj, kur e shoh rinin, se me rini atëherë erozuam një regjim dhe luftuam kundër atij, zhvilluam tokat tona, kurse sot me këtë rini jam I sigurt se do të luftojmë dhe do të punojmë, do të çlirojmë nga regjimi totalitar I Rabi Mustafës. Shpëtimi jeni ju. Jeni ju shpëtimi për arsye se të dielën me 24 prill. Do të dalni masovikisht dhe do të votoni numri 1. Për arsye që të ndani këtë qeverisje të keqe, e cila këto 10 vite qytetin ton e zbrazin nga rinia. Jeni ju shpëtimi për të arsye se të dielën në mënyrë masovike do të dalni dhe do të votoni numri 1 për arsye që të thani mjaf të në rrenave dhe mjaf premtimeve boshe të pushtetit. Po ashtu, të dielën me 24 prill, duhet të votoni numrin 18, për arsye se PVD gjithmonë ka pas kuadra të cilat në Beograd kanë ngrit zërin dhe atje I kanë mbrojt interesat e popullit shqiptar. Urime, votoni numrin 1 dhe numrin 18. Jemi më të mirë, më të fortët, më gëzimtarë. Ne nuk jemi këtu për të pasuruar. Ne jemi këtu që së bashku me ju ta shpëtojmë Preshevën. Dhe këtë do ta bëjmë me 24 prill. Stop keq menaxhimit, stop manipulimeve, familjarizmit, klaneve të tyre. Andaj me 24 prill, votoni PVD-n që ta shpëtojmë Preshevën. Neve nuk do të na ndal as shiu, as fryma, as era, as vërshimet. Dhe për çfarë arsye? Sepse vërshimet jeni ju që po vini drejt nesh. Vërshimet e atyre njerëzve që ndajnë ideale, që ndajnë vlera, që ndajnë kontributet, që ndajnë aftësitë për të vërshuar dhe për të dhënë kontributin e tyre me ne. Për të shpëtuar se ne nuk do të vim në pushtet për të pushtuar shqiptarët, por për të shpëtuar shqiptarët. Këtë qeverisje të krijuar prej 12 vitesh, erdhi momenti ku vetë edhe ky diell që tani po e shihni që doli pas kësaj ere, do të jetë dielli I 25 prillit. Do të jetë dielli I PVD-s, erdhi momenti I duhur për njerëzit e duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Andaj, me 24 prill, në këtë mas, me këtë masovitet, kështu si e madhështuar këtë bim, do të madhështoni edhe neve edhe vetëm për të shpëtuar komunën e Preshevës, duke rrethuar numri 1 për zgjedhjet lokale dhe numri 18 për zgjedhjet parlamentare, sepse ne jemi shpëtimi për shqiptarët. Faleminderit shumë. Krejtën fund, e ftoj mundësi të skenë këtu para juve, njeriun që I dha më shumë kontribut, rinis, Preshevës dhe gjithë qytetarëve të Luginës. Kam nderin dhe kënaqësinë të jap fjalën të madhit Zoti Riza Halimi. Përshëndetje më të përzemërta, ky kombim madhështor po e përmbyll një fushat që Partia për Veprim Demokratik nuk e ka pas në këto 26 vite. Ne fillum
Garanca edhe pat se ajo forcë, ajelan, ajhom, vazhdoj në gjithë vendbanimet e kësaj komune, për të bue prom në një gati të bim përfundimtar që për të Mbrovic, e sot për e shofni jeni shumë ma tepër. Ma tepër se asë njëherë dhe një më tani. është e thënë më parë, është koha, është momentet janë të vështira, por njerëzit e vërtet dëshmohen pikërisht në kohërat vështira. Ne jemi dëshmuar para 26 viteve. Atëherë kur u dash, filluet jo regjimit satrap Miloševiqi dhe ndolëm ballhapur. Erdhe dhe koha e luftës, u mbroj digniteti kombëtar. Erdhe më vonë, edhe gjithë ky diskriminim që po e përjetojmë. Diskriminimin nga shteti e kemi prit kur jemi themelu, për atë dhe kemi dalë skemë, me luftu për drejtat tona, po askush atë s'ka mujt me imagjinu se kjo popullat do të diskriminohet nga partitë shqiptare. Dhe kësaj radhe kemi një obligim shumë të madh, t'i thojmë stop me trapazlëkun, stop manipulimeve, stop korrupsionit, stop keqpërdorimeve dhe plaçkës që bëhet me buxhetin tonë, me pasurinë tonë, edhe Preshevë dhe Bujanos. Kjo është një detyrë, obligim historik që e thaj pak më parë që duhet të plotësojmë në 24 prill. Diskriminimi shqipën është një gjatë, po e ndihmon shtetin edhe kjo oligarkin që po e shohim këto vendjetë. Shqipët gjatë se Presheva, po sot më largë dhe Bujanoci, janë shëndru në asat izoluar, në vendet debelis, ku mund të bëhet shmos, ku nuk ka regula, ku nuk ka ligj, dhe pushteti qëndron hesht, se i ka lishu ma trapaz, ne më shqiptarëve mi diskriminu shqiptarë. Dhe pikërisht tu tash jemi në pozitë më të rëndësishme. Kemi dalë me program gjithëpërfshirës, me program për gjithë problemet e qytetarëve, ato më të përditshme, nga problemet me shërbimet komunale, nga problemet me ato që i kemi shërbimet publike, ose që është narsim. Diskriminimin më i madh pikërisht e ajo që o bëjnë dishëm, po pikërisht në shkolla për zhvillohet. Jo vetëm mungesa e teksteve mësimore, jo vetëm mungesa e programeve të mirëfillta, por edhe mungesa dhe kushteve më elementare që sot nuk je as në shkollat në Afrikë kushte më të vështira si që ka. Mos shkoni më lart, shkollat më të mëdha në Preshevë, shkollat më të mëdha në Serbi, nuk ke kushte elementare për mësim. Logjika e bojkotit, logjika e bojkotuese, është marrëveshje me organet më të larta qendrore. Pikërisht për ta dëshmuar se shqiptarët ju kemi lënë gjitha. I kemi lënë edhe kur e thënë ligjin, i kemi lënë edhe të thënë rregulla, i kemi lënë edhe të pasurohen në mënyrë më të paturshme. Dhe na nuk kemi çka të bëjmë se ja kemi lënë pushtetin edhe shohim se ata aq din, aq mund. Dhe këtë logjik duhet ta luftojmë, se na dim, na mujnë, ne mujmë si Evropa. Evropa po e shohim me anë të besuesve tonë diasporës po vjen, ka ardhur, edhe po e ofron ndihmën e vet. E ka lënë fillim në formën politike. Ne kemi pas degë në Zvicër, ne kemi pas degë në Gjermani, dhe për atë dhe çështja e jonë është paraqit në gjitha institucionet evropiane dhe ndërkombëtare, deri në Washington. Pikërisht u manteru diaspora jonë. Kjo diaspor e dha një ndihmë të madhe edhe në aspekt humanitar.
Ka ardhur koha ta japim ndihmën në ekonomi, se kjo është problemi jetësor, kjo është çështje ekzistenciale. Që rinia ju po shkon, Presheva po zbrazët. Pse po zbrazët? Po diskriminon Beogradi për dimon pikërisht pushtetin satrap që vlektu e patëm të 10 vite. Në vit po e shofni tash programi është edhe për zgjedhjet lokale, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për qarkullim të lirë, edhe për demilitarizim. Nuk mund këtë zhvillim ekonomik nëse tanë kohë ne në qarkullojnë forcat militare. Nuk ka zhvillim nëse investohet shumë atepër për ushtri e policisë se sa për zhvillim, për ekonomi e për zhvillim. Dhe ne këtë e themi hatës Beograd, edhe do të fonda dhe matutje, derisa Serbia të siguron një qasje serioze, jo diskriminuese për luginën dhe për shqiptarë. Prandaj, me bojkotu sot institucionet parlamentare, me bojkotu e paraqitjen tonë aty ku duhet, aty ku na dëgjon Evropa, aty ku na dëgjojnë ambasadorët, është tradhti kombëtare. Kjo është me vendosje këtë komunë edhe luginën. Dhe pikërisht na e kemi guximin, na e kemi forcën që paralel me obligimet e gjithë problemet këtu që kemi lokal, po t'i zgjidhim edhe me forcat lokale, po edhe me gjithat forcat që mujnë me na ndihmu. Gjithat fondet republikane, ato janë tonat se na paguajnë tatime. Ku ka logjik na vullnetarisht u tërheq, e mos i konkurruan fondet e gjithë ministrive për shkak të një patriotizmi të rrejshëm. Ato janë një pjesë edhe hiqja jo ku na paguajnë tatime, na paguajnë kontribute. Tërheqja nga to, e thënë me plot gojë është tradhti mashtrimi kësaj popullate. Edhe ne po shohim këtë kandidaturë prej 35 kandidatëve, gjithë profileve, me gjitha përvojën, edhe të vendit, edhe të Evropës, edhe diasporës. Na po dalim së bashku, po dalim me kandidat më të përgatitur se asnjëherë deri më tani. Nuk kemi pas asnjë fushat me këtë paraqitje që sot e patëm. Me një program gjithë përfshirës, ne jemi taf, ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë dhe pas 24 prillit, së bashku me ju që do të japni për krajën duke votuar numrin 1 për zgjedhjet lokale, numrin 18 për zgjedhjet parlamentare, dhe do t'i japni shans tyre, grave, burrave që me dije, me elanit, me forcën, me hollin, do t'i zgjidhin problemet tona, do t'a avanzojnë Preshevën, me fat urime.